Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje miq dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot kemi disa tema shumë të rëndësishme për diskutuar. Dhe mos mbasim asnjë sekond dhe të nisim direkt me temën e parë. GTA 6 është shtyr përsëri. Po, Rockstar Games na e bëri prap. Loja më e pritur në histori, ajo që do na mbyllte në dhomë për 3 muaj rresht, do dalë me 19 nëntor 2026. Fillimisht ishte planifikuar për vjeshtën e 2025-s, pastaj u shtypër në maj të 2026-s dhe pas kësaj i shtuan dhe 6 muaj të tjerë pritje. Rockstar ka dalë me një deklaratë klasike. Na vjen keq për vonesën, por do na duhen disa muaj shtesë për ta bërë lojën aq perfekte sa që ju e meritoni. Në përkthim të thjesht, na doli nami, pos na del koha. Për ata që nuk e din, GTA 6 është vazhdimi i lojës legjendare GTA 5, që doli në 2013 dhe theu çdo rekord të mundshëm. $1 miliard në 3 ditë. 3. Dita 4 ishte thjesht sa për një kafe. Që nga ajo kohë fansat janë bërë si banor të Vice City, të paduruar dhe gati të shpërthejnë. Kur doli traileri në dhjetor të 2023-shit, theu rekordin e YouTube-it për më shumë shikime brenda 24 orësh. Rockstar nuk ka dhënë shumë detaje pse u shtyp, por thuhet se javën e kaluar kanë pushuar nga puna 30 deri 40 punonjës, që kishin ndarë informacione sekrete në një server Discordi. Pra, për ta përmbledhur, loja është gati, por jo aq gati sa duhet. Stafi është i stresuar dhe ne jemi këtu duke numëruar muajt si të ishim në një mision pafund. E di çfarë ndodh sa thua që Apple nuk ka më çfarë të shpik? Bum, dhe lajmi që MacBook Pro-ja po bëhet me ekran OLED dhe me touch. Po, pas më shumë se një dekade, jo nuk na duhet touch, Apple më në fund po dorëzohet. Por mos u gëzo akoma, kjo nuk vjen tani. Për momentin ka ndër në treg versionin me chipin M5, i shpejt por jo ndonjë revolucion. Modelet me M5 Pro dhe M5 Max priten vitin tjetër, por për ekranin OLED duhet pak durim. Do të vi me chipin M6 që do thot nga fundi i 2026-s dhe ndoshta edhe në 2027-ën. Pse gjithë kjo zhurmë për OLED-in? Sepse është ekran që nuk ka ndriçim nga pas. Çdo piksel ndriçon vet. Pra, kontrast perfekt, e zezë reale dhe dritë si në kinema. Po flasim për një ekran që do t'i jap kuptim të ri fjalës Retina. Dhe me këtë vjen dhe një tjetër surprizë. Touch screen. Po, MacBook me ekran që mund ta prekësh si iPad-i që më në fund mori diplom për seriozitet pune. Ironia, Steve Jobs e ka thënë vet dikur, askush nuk do doj të prek një ekran vertikal. E po, duket se koha i ka bindur Apple që ndoshta dikush do. Modelet e reja pritën të jenë më të holla, më të lehta dhe më në fund patën notchin në krye. Vetëm një rreth të vogël për kamerën, si tek iPhone-i. Dhe nëse çdo gjë shkon sipas planit, 2027 mund të jetë viti kur MacBook Pro-ja kthehet nga laptop për punë në diçka luksi për syt dhe gishtat. E di që moda ndonjëherë duket sikur ka arritur kulmin e çmendurisë, por prit sa dëgjosh të. Choperni ka printuar një çantë nën ujë. Po, nuk është metafor, e kam bërë vërtet. Quhet Aerial Swipe Bag dhe u prezantua gjatë sfilatës së pranverë-verës 2025 në Disneyland Paris. Choperni, për ata që nuk i kanë ndjekur, është i njëjti brand që solli çantën 99% ajër, me material nga NASA. Kësaj ere ato kanë bashkëpunuar me Rapid Liquid Print, një kompani që ka dalë nga MIT dhe që e quan procesin e vet Gravity Free Manufacturing. Ideja është geniale. Në vend që të printohet shtresë pas shtrese si çdo 3D printer tjetër, ata vizatojnë objektin brenda një xhami të mbushur me xhel me bazë uji. Në atë mas xheli, një gjilpër e holl nis të lëshoj silikon të riciklueshëm, ngjyrë blu dhe formon çantën pik për pik. Kur arrit në fund, makina mbyll dorezën dhe kaq. Çanta është gati për përdorim pa asnjë pas procesim. E gjithë kjo ndodh sepse xheli e mban formën në ajër, pa lejuar që materiali të bjerë apo të deformohet. Materiali, silikon i riciklueshëm i kuruar me platin, i butë dhe elastik dhe sipas Choperni, krejtësisht jo toksik. Ideja është që ardhmja e modës të mos jetë më vetëm spektakël, por edhe teknologji që respekton mjedisin. Çanta e re nuk ka dalë akoma për shitje online. Gjithsesi, Aerial Swipe Bag mbetet një nga shembujt më të bukur të asaj që ndodh kur moda dhe shkenca vendosen të bashkëpunojnë. Top Tech në Top Albania Radio. E di si është kur blen një pajisje që funksionon vetëm nëse ke diçka tjetër, si ato printera që nuk punojnë pa kabllon origjinale. E po PlayStation Portal më në fund po ndahet nga PlayStation 5-a. Sony ka hedhur një update të ri që të lejon të luash lojrat e tua të PlayStation 5-s direkt nga cloudi, edhe nëse vetë PlayStation 5-a është i fikur. Po e dëgjove sakt.
Portal më në fund mund funksionoj pa qenë lidhur me PlayStation 5-ën, për sa kohë ke një abonim PlayStation Plus. Me pak fjalë tani mund t'jesh në divan, PlayStation 5 të jetë në dhomën tjetër i fikur dhe ti prap të vazhdosh God of War sikur nuk ka ndodhur asgjë. Për ta bërë akoma më interesante, Portal tani ka dhe audio 3D dhe haptics si kontrollerat e DualSense-it. Në teori është një përvojë si në PlayStation 5, vetëm sa e ke në duar. Por mos u gënje, nuk luan dot offline. S'ka memorie për lojra të shkarkuara. Është 100% pajisje për streaming. Prap, ky është hapi më i madh që Sony ka bërë ndonjëherë drejt një handheldi të vërtet, që mund të garojë me Nintendon apo Steam Deck-un. Për tani, Portal mbetet akoma aksesori PlayStation 5-s, por duket qartë që Sony po teston terrenin. Top Tech në Top Albania Radio. Një herë flet radioja. Po ashtu dhe klientët e Vodafone Albania mund të pyesin vetëm një herë dhe marrin direkt zgjidhjen për çdo nevojë që kanë. Në Vodafone Albania çdo pyetje, çdo kërkesë ka vlerë, ndaj dhe përgjigjja jepet brenda afatit të premtuar. Zgjidhjen që klienti kërkon e ndjek një person i dedikuar nga fillimi deri në fund të procesit. Nëse kontaktoni përmes linjës 140, nëse shkoni në një nga dyqanet Vodafone apo dhe përmes asistentit virtual, çdo kërkesë juaja do të marrë përgjigje efikase me një kujdes të përkushtuar, pas varritje, pa kthim brapa dhe pa ju humbur kohë. Pyet një herë në Vodafone Albania dhe do ta kuptosh vetë filozofinë që bën diferencën. Po ndodh më në fund ajo që duhet ndodhte prej vitesh. WhatsApp ka dalë në Apple Watch. Po, tani mund të lexosh, dëgjosh dhe madje të përgjigjesh pa nxjerr telefonin nga xhepi. Aplikacioni i ri të lejon të lexosh mesazhet e plota, jo me ato me 3 rjeshta. Të shohësh më shumë nga historiku i bisedave, të dërgosh reagime me emoji dhe madje të regjistrosh dhe dërgosh voice messages direkt nga ora. WhatsApp ka menduar dhe për ata që nuk kanë qejf të humbasin asnjë detaj vizual. Tani mund shohësh imazhe dhe stickers në rezolucion të lartë, tamam si në telefon. E vetmja gjë që nuk funksionon plotësisht është pjesa e telefonatave. Mund të shohësh kush po telefonon, por nuk përgjigjesh dot nga vet ora. Sidoqoftë, WhatsApp thotë se ky është vetëm fillimi dhe në përditësimet e ardhshme do të sjellin më shumë funksione. Aplikacioni është i disponueshëm për Apple Watch seria 4 e sipër që kanë WatchOS 10. E po ndodhi ajo që askush nuk e priste. Apple po përdor inteligjencën artificiale të Google për të ringjallur Sirin. Po e dëgjove sakt. Dy rivalet më të mëdhenj në teknologji po bëjnë team up të paktën për pak kohë. Sipas Bloomberg, Apple po finalizon një marrëveshje që i kushton rreth $1 miliard në vit për të përdorur modelin gjigant të Google, Gemini, me plot 1.2 trilion parametra. Që do thotë, një true AI shumë më i madh se çdo gjë që Apple ka ndërtuar vetë deri tani. Qëllimi, një version i ri i Sirit që më në fund ditë kuptoj kur i flet si njeri dhe jo si një robot i lodhur. Për momentin, Apple do ta përdor Gemini si zgjidhje të përkohshme derisa të përfundojë sistemin e vet. Mos haro që Siri ka mbetur pas për vite me radhë, ndërkohë që Alexa dhe Google Assistant kanë mësuar të bëjnë gjithçka, nga gatimi te planifikimi i udhëtimeve e të tjerë. Kështu që ky hap duket si një wake-up call i vonuar për Apple-in. Dhe për ironi, kjo nuk ka të bëjë fare me integrimin e Gemini-t si chatbot në Siri, është thjesht për të hedhur pak benzinë inteligjencës të saj. Nëse çdo gjë shkon sipas planit, Siri më në fund mund bëhet ndihmësi që Apple premtoi një dekadë më parë, dhe që ne po e presim ende. A do t'i besoj një makine që duket si lodër të çojë fëmijën në shkollë? Toyota po thot, po pse jo? Në panairin e makinave në Japoni 2025, kompania prezantoi Kids Mobi, një makinë elektrike e vogël, vetë drejtuese ndërtuar posaçërisht për fëmijët. Po flasim për një pod të rumbullakët, me sy LED që shprehin emocione dhe me sensor në formë veshësh, tamam sikur të kishte dalë nga ndonjë film i animuar. Kids Mobi është menduar si mjet i sigurt me inteligjencë artificiale për fëmijë. Ka një gabin të vetme për fëmijë deri në 1.3 metra dhe një kupol që hapet si ndonjë film futuristik. Brenda një asistent AI që quhet UX Friend bisedon dhe luan me udhëtarin e vogël gjatë rrugës, duke i dhënë ndjesinë sikur është vetë në timon, pa qenë vërtet në timon. Toyota thotë se qëllimi është t'u jap fëmijëve një ndjesi pavarësie, siç kanë të rriturit me makinat e tyre. Ide interesante, por dhe pak e frikshme, një fëmijë që lëviz vetëm me ndihmën e AI-t. Për momentin Kids Mobi është vetëm një koncept, por Toyota e quan synimi përfundimtar i qendrës së saj AI Robotics. Me pak fjalë, kjo lodër me rrota mund të jetë hapi i parë drejt botës ku fëmijët shkojnë në shkollë me shofer robot. Elon Musk hodhi dhe një bombë tjetër. Tesla do të nisë prodhimin e Cybercabit në prill. Po flasim për një makinë që nuk ka timon, as pedale dhe as pasqyra. Me pak fjalë një taksi që nuk ja shan dot shoferin se nuk ka një.
Gjatë mbledhjes me aksionerët, ku sapo ju miratua një paketë shpërblimi që mund të arrijë deri në $1 trilion, po, me të. Musk tha se Cybercab do të jetë automjeti i parë ndërtuar posaçërisht për drejtim të plot autonom, pa mbikëqyrje njerëzore. Ai premtoi se prodhimi do të nisë në fabrikën e Teslas në Austin, Texas, dhe se ritmi i montimit do të jetë i çmendur. Një makinë çdo 10 sekonda. Nëse i del plani, mund të shohim 2 deri në 3 milion Cybercab në vit. Por ka një detaj të vogël. Tesla ende nuk ka provuar se makinat e saj mund të drejtohen vetë, në shkallë të gjerë, pa një person që mbikëqyr. Dhe më keq, deklaratat e Musk bien ndesh me ato të kryetarit së bordit Robin Denholm, e cila tha se Cybercab do të ketë timon dhe pedale si plan B. Dhe pastaj janë rregullat, ato që nuk lejojnë të nxirrësh një makinë pa kontrolle standarde në rrugë. Por Musk si gjithmonë është i bindur se do t'ja dalë. Sipas fjalëve të tij, kur të bëhet normale nëpër qytete, askush nuk do ketë më arsye të thotë jo. Ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe do dëgjohemi në episodin tjetër me tema akoma më interesante. Mirupafshim nga unë Mateo Kadriu.